Përveç asajna që paraqitet që është gazetar edhe që bën hulumtime dhe përdor një fotografi për ta sulmu kryeministrin nga një ngjarje të cilën e kthen familjen në një kohë kujtimit të një tragjedie të luftës. Domethënë, këto është diferenca. Edhe nëse nuk shihet sikur në këtë aspekt, atëherë është problem i madh. Edhe mbas andej kur reagon në këtë pjesë, po e di që kam reagu ashpër për shkak që nuk ka më filtera në formën se si përdoret sidomos në diçka personale dikujna e që prezanton dhimbje, na më kupton. Domethënë nuk po ka më filtera në këtë drejtim. Edhe sidomos nëse dikush e quajn veten gazetar, ish dashmi pas disa parime në formën se si prezanton diçka, e mos flasim as andej për diskutimet edhe gënjeshtrat, edhe trillimet tjera të kolegëve të tij mbas asajna, po edhe nga vet ai. Ku përdoret mas andej një fotografi tjetër, ku i përplaset e vërteta Serbisë në një kohë kur askush nuk është marrë me këtë punë, jemi marrë si familje vet, pa përkraje institucionale. Fatmirësisht unë e kam përmend gjatë gjithë kohës që ne mbas luftës jemi evaku për të marrë trajtim shëndetësor në Angli për shkak të plagëve që i kemi marrë dhe kemi pas një shtet si Anglia e cila na ka përkrahur në vazhdimsi në rrugtimin ton edhe për drejtësi, edhe për të treguar të vërtetën, e çka ndodh tek ne është e kundërta. Shfrytëzohet po ajo prej disave që quajnë veten gazetar, edhe domethënë sulmosh në formën më të ulët të mundshme. Edhe një diçka du me potencu. Kur është bërë debati me Shaib Kamberin në parlamentin e Serbisë, Vučići po të njëjtën formë është mundu me shfrytëzue që kinse për shkak të tyre kemi arrit me dëshmu, kemi arrit me bë ekspozitën që është as pak e vërtet. Në fakt, kemi pas persona të tjerë të cilët, në këtë rast shtetet të tjera që na kanë përkrah, dhe media ndërkombëtare që kanë përcjell rastin ton, të cilët masanej këta i kanë zbraps për sulmeve që kanë mujt me domethënë me na bë. Kur kemi qenë me Këshillin e Evropës në Kret, ku ka qenë pjesëmarrës Dačići, ku e kemi luftu së bashku edhe me deputetin Arben Gashi, njëra ndër gjanat që Dačići ka thonë si gënjeshtra, po që në fund nuk ka mujt me i kaluar specifikisht që kinse ai e ka bë organizimin e ekspozitës. Në fakt kemi qenë domethënë të sulmum. E me ndëgju një person tonin, një shqiptar, një person që e quajnë veten gazetar, me përdor narrativa të tilla është jo vetëm ndaj meje, po kjo e dëmton tepër shumë luftën e fundit që jemi pas, edhe luftën ndaj shqiptarëve domethënë që është bë. Dhe duhemi me qenë shumë të kujdesshëm në formën se si flasëm edhe gjana që i thojmë. Përveç asajna, sa ky tjetri tash duke i dalë në ndihmë këtij tjetrit, jo ka qenë ushtar i UÇK-s, për çka ka luftu. Mas 26 vjetëve, me dalë dhe me i akuzu viktimat për të pavërteta dhe trillimet e tyre. Në 2013, të gjitha ato fotografi të ekspozitës kanë qenë publike. Nuk e di sa prej juve keni qenë gazetar në atë kohë, edhe a mundeni mi mbajt mend, është para 12 viteve. Edhe, do të thonë, është fol në mënyrën më të lartë të mundshme për punën që kemi bë, edhe kemi bë vetë. Zona Bukuria, si ka qenë kritik po ashtu e tyre që ju nuk keni folur asnjëherë për keqpërdorimet e dyshuara në qeveri, për rastin e Martin Berishajt, për rastin në ministri e rastet të tjera, por keni qenë të zëshme në këtë aspekt. A ka vendim të gjykatës për keqpërdorime? A ka vendim të gjykatës? Paktën një distancim prej personave që dyshohet që e kanë bërë ato që janë brenda lëvizjes së vendosjes. Distancim për cilin specifikisht? Cilat janë faktet? Po, prokuroria bën hetime. Dhe është detyrë e prokurorisë mas andej me dalë me një verdikt nëse diçka është keqpërdor apo jo. Kemi bërë distancime kur e kemi menduar që është e drejtë edhe ka pas fakte për këtë punë. Nuk munden ata në ajër me gjuhë gjana të cilat domethënë nuk kanë asnjë vërtetësi, nuk kanë fakte. Edhe është pak në të thënë të drejtën është kogja e rëndë me mendu ku ai mundohet me kthy diskutimin në një formë tjetër të kinse keqpërdorimeve, edhe askush nuk merret me fjalorin e tij në raport me çështjen e luftës, me çka thot ai për punën e ekspozitës edhe për ne.
Imagjino, nuk e di a keni lexuar statuset e tyne. Nuk e di a keni lexuar. Po, do të thonë, atëherë Riuja ka qenë po jashtë Una? sa i ti? jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk mundesh me bë krahasimin e fjalorit edhe ato çka e thot ai me ato çka e kum thonë une. Po, për mu ka në mjerim që dikush me përdor një diçka që prezanton dhimbje për dikon tjetër. Edhe nëse dikush ish dash mi ditë mas mirë këto, specifikisht ai që thirrët kishe në luftën e tina që e pas ka bë për brenda UÇK-s, po edhe të tjetrën që kinse është gazetar dhe është gazetar hulumtues. Imagjino. Thirrët që e ka bë, Po dyshon dhe? që e ka bë. Una? Kur po thoni thirrët në ato Po që dhe ka pa ai bë po me thirrët. forza, i Po bjen dhe që po ai po dyshoni- thirrët. Nuk dyshoj une. Pa ai po thirrët në çato. Çka përfaqëson ai? A Ka më qenë kupton? vetëm një fotografi e shkëputur. Jo, më fal. Nëse ai thirrët në një luftë që e ka bë, dhe masandej ai sulmon viktimat e qasoj lufte, në çka thirrët ai? Ndoshta duhet më ja bë ç'të pyetje edhe aty në. Tim, sinqerisht e kam. Çka i shtyn ata më fal. Çka i shtyn ata, do të thonë me shku në çat nivel të diskutimit? Se diçka një problem e kanë, më fal. Nështë në meritën e luftës që është bërë nga familja juaj edhe ato që përfaqësoni, jo është përmend emri juaj si kryeparlamentare e mundshme e kuvendit nga AK-ja pikërisht. Për këtë po ashtu keni reaguar, është përmend emri juaj për një pozitë të mirë për shkak të luftës edhe sakrificës që keni Jo, bërë si familja. nuk është përmend emri jam për pozitën e kryeparlamentarës për shkak të asojna që po e thuti. Ai është përmend për shkak që është mendue se unë kam qenë ullën lartë atje si nën kryetare edhe i ka rënë mend dikujt na që mundet me konë si propozim. Kështu ka qenë arsyetimi i personit në fjalë. A mendon që kjo është, a mendon që kjo është me të vërtet me vlerësu kontributin tanë edhe një diçka tjetër. Une nuk kam qenë vetëm një viktim e luftës ku më është vra familja edhe jam viktima. Kam luftu me Serbin prej kur kam qenë fëmijë. Krejt fëminia jame, edhe koha e, domethënë, si e rritun, para se mi hi politikës, shumë kohë para se mi hi politikës, unë kam pas luft me Serbin, edhe kam ba vetë me familjen teme. Pa përkrojnë në institucionit. Edhe emri i Shqipe Selimit për shkak të sakrificës edhe punës së saj në luftë, jo që ka qenë në kryetare, po për shkak të asaj që ju përgjithësisht. A bëdon me arsyetu zhvillimet e kësajna që ka ndodhë këto ditë me pse janë dhënë disa propozime të cilat nuk janë me qëllime të mira? Nuk janë me qëllime të mira. Jo, për mua nuk jam të dashur me paralelizu me u kthi pastaj ngjarje. Kështu, domethënë në formën se si ti po e shqellon pyetjen dhe po del prej temës të cilën ishim duke diskutu, tek pjesa tjetër, domethënë po më shtyn me kuptu që unë nuk jam mirënjohëse dhe është okay, domethënë me më sulmu në çat formë të ult, përderisa mund përmendet emri për një pozitë të cilën e kemi kandidatën tonë edhe që nuk do lidhet njëra me tjetrën. Edhe një diçka tjetër, duhet ta kuptojmë, vetëm pse jemi viktima të luftës, nuk do me thonë që ne jemi të kontrollu, që ne nuk e kemi mendjen tonë, ne nuk dim asgjë, ne jemi tabula rasa, e forma të tjera të cilët gjatë gjithë kohës e prezantojnë. Edhe ne kemi mendim, mundemi me pas mendime të ndryshme, mundemi mos mu pajtu me njëri tjetrin, por dim diçka. E kemi edhe përvojën të drejt për drejt, po kemi edhe njohuri, kemi edhe shkollim, kemi edhe përvojat e tjera, edhe fjala jon ka peshë. Për që ata edhe kujdese me qyrë mënyrën që shponim. Kam përmend juve si parlamentare tashme. Për arsye për ashova këtë pyetje që po s'është ajo arsye. Ka qenë ndër arsye që janë tonë, përveç sakrificës juaj. No, jo. Në fakt vetëm është përmend emri im. Në asnjë moment kur është përmend emri im në fillim të këtij diskutimi, përderisa unë nuk kam reagu dhe kur kam reagu, atëherë masandej janë paraqit disa arsyetime se kinse për shkak të këtyre arsyeve. Nuk ka qenë. Është publike. Fatmirësisht sot jetojmë në kohën e teknologjisë ku çdo gjë që e thojmë dhe shkruajmë është publike dhe mbetet ato. Është shumë lehtë po. Jo për shkak që kam qenë në kryetare, por për shkak që kam qenë ulun lart në karrikën ku e kam pas për detyrë për shkak që kam qenë në kryetare, po jo arsyetimi i tyre. Faleminderit, më kanë ndërtuar. Faleminderit.